Është Zedi, çfarë duhet bëjmë ne që të ruajmë vetet tona dhe familjet tona nga ky rrezik? Çdo njeri që ka besim në Zot, çdo njeri që e do familjen, nuk e pranon këtë lloj paturpsie. Nuk e pranon perversitetin. Nuk e pranon devijimin seksual. Dhe patjetër ne si musliman, si shoqëri, kemi sfidë të mëdha përpara. Dhe fëmijët tanë duhet që t'i vetëdijsojmë. Duhet merremi shumë me edukimin e tyre. Duhet t'japim shembullin më të mirë të një familje të shëndosh. Të një familje ashtu pra siç na mëson feja, siç kënaqet Zoti i gjatësisë dhe siç ne e kemi në traditë. Dhe vetëdijsimi është më i mirë se sa mjekimi. Se mjekimi më pas nuk e dim se si merr. Allahu i lartësuar e përmend në Kur'an ngjarjen e popullit Lutit. Pra ata më pas nuk pranuan këshill. Nuk pranuan ftesën e Lutit alayhis salam. Dhe ju erdhi dënimi. Ne pra duhet që fëmijët tanë, të rinjt tanë, t'i vetëdijsojmë që kjo gjë bie ndesh me natyrshmërinë, bie ndesh me atë që ka kriju Zoti i gjatësisë, bie ndesh me parimet tona. Dhe prindi, patjetër, nëna, babai, kanë atë detyrën kryesore. Sepse dhe Muhamedi alayhis salam çfarë na porosit në hadith. Tregon Muhamedi alayhis salam ku thot pra jep atë shembullin e barillt, që është përgjegjës për kopen e tij. Dhe çfarë thot? Dhe burri pra është përgjegjës për familjen e tij. Dhe do të pyetet pra, siç kuptohet për fjalëve të Muhamedit alayhis salam. Bashkëshortja, gruaja, është përgjegjëse në shtëpinë e bashkëshortit të saj. Po ashtu Allahu i lartësuar thot Kur'an, o ju që keni besuar, ruajini vetet tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri. Dhe prindi, babai, nëna, të mundohet shumë t'i edukoj fëmijët. T'i edukoj me moralet e larta, të mësoj atyre mbikëqyrjen e Zotit të gjatësisë. Sepse nëse ata rriten me këtë frym, rriten me atë traditën tonë, atëherë inshallah edhe normal me lutje. Lutja pra nuk duhet që ta ndalë besimtari, që t'i ruaj Zoti fëmijët. Vazhdimisht të lutet që Allahu i lartësuar t'i ruaj fëmijët tanë, sepse ne mund t'i marrim shkaqet, por suksesi është në dorë të Zotit të gjatësisë.